Si është sot gjendja politike dhe shoqërore 3 ditë para zgjedhjeve elektorale për qeverinë e re në Shqipëri? Gjithçka ecën me qetësinë asgjës dhe kjo po tregon që edhe pse jemi përpara zgjedhjeve të reja me 11 maj të këtij viti, nuk po ndihet asnjë lloj lëvizje që të tregojnë se jemi përballë një tensioni elektoral. Dhe pse po ndodh kjo? Duke i qëndruar praktikave zgjedhore në rang kombëtar në përplasjen për drejtimin e pushtetit politik në Shqipëri, kjo situatë qetësie e këtij lloji ndodh vetëm atëherë kur opinioni publik është i sigurt për fituesin e zgjedhjeve. Debatet vakta dhe pa ide po zhvillohen. Socialistët po ndihen të sigurt, kurse Partia Demokratike nuk ka se çfarë të thotë. Dhe opinioni publik e di se nuk ka asgjë të re. Por edhe fituesi, që dihet se janë socialistët, nuk ka tension dhe po qëndron i qartë në krijimin e tij të sigurisë paraprake për fitoren që do të korrë më datë 11 maj. Në të vërtetë na duhet të themi se kjo është kriza e Partisë Demokratike. Por kriza e Partisë Demokratike në fakt është kriza e kryetarit të saj. Prandaj kjo situatë krize e ka larguar Partinë Demokratike nga impenjimi për fitoren e mundshme dhe kjo po kuptohet. Janë sondazhet që e nxjerrin Partinë Socialiste deri në 12 pikë përpara, por është edhe intuita e demokratëve që dinë se ata nuk kanë një leadership fitues. Kjo ka ndodhur sepse ajo parti është e pushtuar nga Sali Berisha, i cili tani dihet se është nën grata në Amerikë për korrupsion dhe me gjithë familjen e tij. Por si shpjegohet që ky kryetar ta mbaj peng një parti që është përfaqësuese e 40% të elektoratit shqiptar? Kjo çështje ka hyrë ndërkaq në një fenomen absurd, sepse Sali Berisha, që është kryetari i Partisë Demokratike, është edhe i akuzuar nga SPAK për korrupsion. E pra e kuptoni se çfarë po ndodh? Sali Berisha, që është duke u gjykuar për korrupsion nga SPAK, me mendje lehtësi mendoi se duke qenë në krye të Partisë Demokratike ai do ta fitonte pushimin e çështjes penale të ngritur kundër tij. Dhe prandaj shumë shpesh gjatë kësaj kohe ai ka kërcënuar SPAK-un se kur ai të vinte në pushtet do ta shkatronte atë si institucion. Asgjë, gjithë kjo luftë pa fare nivele Saliut e solli gjendjen që nga asgjëja të vinte një asgjë për vetë Sali Berishën. Prandaj sot në Shqipëri ka marrë fund çdo mundësi që zgjedhjet e 11 majit të këtij viti të fitohen nga Partia Demokratike dhe Sali Berisha. Por duke u ndodhur përballë këtij fenomeni, ne na duhet të themi këtë shprehje për humbsin e pritshëm të këtyre zgjedhjeve. Asgjëja e mos asgjë sa asgjësime mua Saliut ma shkallmon kaq shumë mendimin sa me asgjën që kam brenda meje un po vajtoj për humbjen time në zgjedhjet e 11 majit 2025.